Në fushën sportive të Bushatit u zhvillua aktiviteti Një pasdite me fëmijët, një organizim që për herë të parë u realizua në bashkinë Vaudejës, duke sjellë një atmosferë festive dhe plot gëzim për fëmijët. Gjatë aktivitetit, fëmijët morën pjesë në lojra të ndryshme argëtuese, aktivitete në grup dhe në fund shijuan së bashku ndjekjen e një filmi vizatimor në ambient të hapur. Ky organizim krijoi një hapësirë ku të vegjëlit patën mundësinë të argëtoheshin, të krijonin miqësi të reja dhe të kalonin një mbrëmje të veçantë. Është një emocion i veçantë sepse ne organizojmë diçka për emigrantët e vegjël, të cilët janë këtu në vendimin e tyre. Dhe që gjej rasti për të falendëruar të gjithë ato të cilët kanë kontribuar për këtë ditë të sotme. Shërbimi social në fakt këtë ditë e ka fiks prej një muaji të tanë, duke menduar se si ta realizojmë dhe se si do ta bëjmë dhe ja që ja arrit me qëllimit për të mbledhur këtu ku jemi me të vegjëlit e zonës Bushatit. Kjo iniciativë që ka marrë bashkia është shumë e bukur, e falenderoj shumë për këtë organizim. Falenderoj edhe mundësisht inshallah na mundsojnë me e bë më shpesh për fëmijët. Një falënderim shkon për bashkinë dhe organizatorin e kësaj, zotin Rizvan Luzaku, i cili ka bërë këtë organizim me këta fëmijë, janë shumë të lumtur dhe është kënaqësi e madhe dhe për ato prindë që marrin pjesë me fëmijët. Aktiviteti u organizua nga Shërbimi Social i Bashkisë Vaudejës, në bashkëpunim me organizatën Hapat e Lehtë, me synimin për të promovuar përfshirjen sociale dhe aktivitete cilësore për fëmijët gjatë sezonit veror.